Gjatë viteve 2000-2002 përmes mbështetjes së Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA dhe Qeverisë së Japonisë, RTK realizoi një transformim të rëndësishëm teknologjik dhe profesional, duke u shndërruar në një transmetues publik modern dhe lider në Kosovë dhe rajon. Investimet përfshin zgjerimin e rrjetit toksor radiodifuziv për mbulimin e RTK1 dhe Radio Kosovës, ndërtimin e Master Control Room për RTK1 dhe RTK1 Sat, si dhe funksionalizimin e 2 studiove moderne televizive me kamera ndriçim, audio dhe regji. U zhvillua gjithashtu infrastruktura e produksionit, montazhi, grafika dhe audio post-production, si dhe një njësi mobile transmetimi me 4 kamera. Në të njëjtën kohë, stafi teknik dhe i produksionit u trajnuan profesionalisht, duke siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe transferim të njohurive. Vlera totale e këtyre investimeve vlerësohet mbi 12 milion euro. Në vitin 2015, stafi IT-së RTK-s, në bashkëpunim me ekspertët japonez, realizoi modernizimin e Master Control Room, duke mundësuar digitalizimin e plotë të tij. Investimet e Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA, që përfshin periudhën nga viti 2015 dhe projektin Capacity Development of Radio Television of Kosovo Phase 1 gjatë viteve 2017-2020, arritën në rreth 1.7 milion euro, me fokus kryesor modernizimin e MCR. Ky proces i përfunduar në dhjetor 2017 e renditi MCR ndër sistemet më të avancuara në Evropë të bazuara në teknologjinë IP. Vlera investimeve teknologjike në këtë fazë arriti mbi 470.000 euro, duke përfshirë edhe standardizimin e proceseve të produksionit, hartimin e udhëzuesve për arkiva digjitale dhe mbështetjen për programe me fokus çështjet gjinore. Me 29 nëntor 2021, RTK dhe JICA nisën fazën e dytë të bashkëpunimit. Projekti përfshiu hapjen e studiove rajonale në Prizren dhe Mitrovic, forcimin e arkivit digital me kapacitet prej 1.3 petabajt, si dhe pajisje për digitalizimin e shiritave filmik 16 dhe 35 mm. Pavarësisht sfidave nga pandemia COVID-19 që ka shkaktuar vonesa të konsiderueshme në realizimin e shumë çështjeve të projektit, rezultatet e realizuara nga RTK janë mbi 40 emisione në fokus që trajtuan tema të ndryshme për komunitetet shqiptare dhe serbe. Realizimi i 2 dokumentarëve Umami, të cilët u transmetuan në të dyja kanalet gjatë prime time dhe ju ofruan IBU-s për këmbim. E në vitin 2016 gjithashtu përgatit edhe Dora Caku i gazetarëve në 3 gjuhë për standarde etike dhe saktësi në raportim. Bashkëpunimi vazhdon me projektin RTK JICA faza 3, i cili synon zgjerimin e rrjetit të zyrave rajonale për fshirpejen, si dhe mbështetjet teknike për kanalin RTK2. Vlera e investimeve teknologjike në këtë fazë arrin në rreth 290.000 euro. Puna për hapjen e zyrës rajonale në Pejk ka përfaqësuar një hap të rëndësishëm drejt decentralizimit të prodhimit dhe rritjes së pranisë së RTK-s në nivel lokal. Marrëveshja u nënshkrua me 29 maj në një ceremoni zyrtare në Pejk. Vizitat studimore dhe trajnimet e realizuara në kuadër të këtij bashkëpunimi kanë ofruar mundësi për shkëmbim përvojash dhe njohje me modele të avancuara të menaxhimit mediatik. Këto aktivitete kanë kontribuar në përmirësimin e proceseve organizative dhe në rritjen e kapaciteteve të stafit për të operuar në një mjedis gjithnjë e më të digitalizuar. Ky bashkëpunim i suksesshëm ndërmjet RTK dhe JICA vazhdon të ndërtoj ura zhvillimi dhe inovacione, duke sjellë shërbime mediatike më cilësore dhe më pranë qytetarëve, tani edhe përmes hapjes së zyrës rajonale në Pejk.